pastrojmë dhomën e djalit pas një muaji se ishim me pushime, ndaj e them pas një muaji, po të ishim aty nuk do të pastroja pas një muaji. Edhe tani do më thoni që kush e bëri pjesë përderisa djali ishte me pushime. E vërteta është që unë nuk i kisha ndëruar të gjitha këta çarshafët para se të ikja, se thashë një muaj nuk do flër njeri në to, që kështu do më bënen të rtym edhe pse ti ndërojë, do t'i ndëroj kur të kthehemi. Edhe atë punë bëra, sa u kthyem, fillova të ndëroj çarshafët të gjithë, faqet e jastëkut, edhe të marr një çik pluhurat, që kuptohet që pluhura kishte, sado që nuk ishte njeri në dhomë, për një muaj e ca që ishim me pushime me djalin, kuptohet që duhet të bënen të gjitha nga e para, edhe siç mund të shikoni, i bëra të gjitha me radhë. Tani këtu në këtë video po u tregoj pastrimin e krevatit edhe qëndrova çarshafët edhe faqet e jastëkut, edhe që vendosa disa nga këta jastëkët që i pëlqejnë djalit, që do t'i ketë tek dhoma e tija. Tek pjesa tjetër do t'u tregoj vazhdimin e pastrimit të dhomës.